Gerti Bushati është lënë me masën e sigurisë arrest me burg nga gjykata shkallës së parë në Shkodër i dyshuar në vrasjen e Hysni Ymerit. Bushati ka pranuar se është person që ka vendosur sasinë e eksplozivit me datë 27 dhjetor në panelin e macëve elektrik, e cila shpërtheu 2 ditë më pas, nuk i marrë jetën 60 vjeçarit. Në deklaratën e tij në polici, autori i dyshuar Bushati ka thënë se 3 shtetasit e tjerë të arrestuar, Edison Hasaj, Gjergji Zefi dhe Ergjys Ibrahimi, janë personat që e kanë kontaktuar për të vendosur sasinë e tritolit, ndërkohë gjykata dha arrest me burg edhe për Gjergji Zefin, Ergjys Ibrahimi dhe Edison Hasaj, të dyshuar si pjesëmarrës në vrasjen e Hysni Ymerit me tritol. Këto 3 shtetas nuk e kanë pranuar në policinë ngjarjen, ndërsa në gjykatën nuk kanë folur, duke u përfaqësuar nga avokatët. Ata kanë shprehur se nuk kanë asnjë lidhje me tritolin dhe kanë mohuar se mund të jenë ata porocicit e Gerti Bushatit. Pavarësisht kësaj, policia ka sekuestruar telefona dhe ka përgjime, si edhe një sër provash të tjera që mund të implikojnë edhe këto 3 persona. Personi që dyshohet se vendos tritolin Bushati ka deklaruar se nuk ka patur dieni se sasinë eksplozive do ta vendosë për të vrarë ndonjë person. Ai është shprehur si është nga porocicit se do jetë vetëm për të trembur dikë dhe jo për të vrarë. Gerti Bushati ka deklaruar gjithashtu se nuk ka idenë cila është arsyeja e vendosjes së tritolit dhe se roli i tij ka qenë vetëm për ta vendosur, duke mos patur më shumë informacione rreth kësaj çështje. Ndaj katërt të arrestuarve të dyshuar rëndojnë akuzë të vrasje para mendimi kryer në bashkëpunim, shkatërimi i pronës me eksploziv, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyes dhe municionit. Gjithashtu në tyre rëndojnë akuzët për prodhim dhe shitje narkotikëve në bashkëpunim, si edhe prishje qetësisë publike.